Shenjtëria shqiptare që nuk u përkul, negon Nën Tereza që e martirët dëhre kardinalet e qendresës. Historia katolike shqiptare nuk është vetëm histori altari. Është histori gjaku, drite, përndjekje dhe madhështie morale që e ngriti kombin shqiptar deri në zemër të kishës universale. Kur flasim për figurat më të larta shqiptare të kishës katolike, nuk po flasim thjesht për emra kishtar apo për nderime ceremoniale. Po flasim për një histori që kalon nga shenjtëria e dashurisë universale te martirizimi në diktaturë dhe prej andej të nderimi më i lartë i selisë së shenjtë për ata që mbjetuan pa e humbur fen, dinjitetin dhe atë dhe dashurinë. Shqipëria katolike nuk i dha kishës vetëm një shenjtore të botës si Nën Tereza, i dha edhe martir, të lume kardinal që e kthyen vuajtjen në dëshmi dhe përndjekjen në lavdi morale. Në majën e kësaj historie qëndron Shën Nën Tereza. Ajo u lumturua nga Shën Gjon Pali I më 19 tetor 2003 dhe u kanonizua nga Papa Francesku më 4 shtator 2016, duke u bërë figura shqiptare më e lartë në rendin e shenjtërisë katolike dhe një nga simbolet më të fuqishme morale të shekullit XXI. Shenjtëria e saj nuk ka peshë vetëm sepse u njoh nga Vatikani, por sepse ajo e ktheu mëshirën në gjuhë universale dhe emrin shqiptar në një emër dashurie për gjithë botën. Por madhështia katolike shqiptare nuk mbaron te shenjtëria e Nën Terezës. Ajo bëhet edhe më tronditëse kur hyn në historinë e martirëve shqiptar. Në vitin 2016, Kisha Katolike lumturoi 38 martirët shqiptar të vrarë ose të shkatëruar nga përndjekja komuniste, duke vulosur para botës se Shqipëria nuk ishte thjesht një vend ku feja u ndalua, por një tokë ku besimi u pagua me burg, torturë dhe gjak. Kjo lumturim nuk ishte një akt kujtese folklorike, ishte njohje universale se në Shqipëri kishte ndodhur një nga përndjekjet më të egra antikristiane të Europës moderne. Dhe kjo histori vazhdon të zgjerohet. Në qershor 2024, Papa Francesku miratoi dekretet për dy figura të tjera shqiptare, Luiq Paliq dhe Gjon Gazulli, duke njohur martirizimin e tyre dhe duke i çuar përpara në rrugën e nderimit kishtar. Luiq Paliq u vra në vitin 1913 pasi kundërshtoi përndjekjen e popullsisë vendase dhe përpjekjet për konvertime të detyruara, ndërsa Gjon Gazulli u vra në vitin 1927 in odium fidei, pra nga urrejtja për fen. Kjo tregon se martirizimi shqiptar nuk është i kufizuar vetëm te periudha komuniste, ai është pjesë e një historie më të gjatë që lidh fen, identitetin dhe qendresën. Nëse shenjtëria shqiptare ka fytyrën e Nën Terezës dhe martirizimi ka fytyrën e 38 të lumëve, atëherë dinjiteti kardinalor shqiptar ka dy emra të mëdhenj, Mikel Koliqi dhe Ernest Simoni. Këta nuk janë thjesht dy kardinal të një kombi të vogël, janë dy figura që i tregojnë botës se nga feri komunist shqiptar dolën njerëz që Roma jo vetëm i dëgjoi, por i ngriti në nderimet më të larta të kishës. Mikel Koliqi është kardinali i parë shqiptar në histori. Vatican Nes e kujton se ai u krijua kardinal nga Shën Gjon Pali I më 26 nëntor 1994, pas një jete të tërë shërbimi, vuajtjeje dhe qëndrese në diktaturën komuniste. Figura e tij nuk ka peshë vetëm sepse ishte i pari. Ka peshë sepse përfaqësonte kishën shqiptare të dalë nga katakombet, të raskapitur fizikisht, por të pathyer shpirtërisht. Koliqi u bë simbol i një kleri që u përndoq, u burgos dhe u shtyp, por nuk u shua. Ernest Simoni, nga ana tjetër, është fytyra e gjallë e martirizimit të mbijetuar. Zyra e shtypit e Vatikanit e paraqet qartë, ai lindi më 18 tetor 1928, u shugurua me shtar më 7 prill 1956, u arrestua më 24 dhjetor 1963, u dënua fillimisht me vdekje dhe më pas me burg e punë të detyruar, ndërsa më 19 nëntor 2016 Papa Francesku e krijoi kardinal. Figura e tij është e jashtëzakonshme sepse nuk u ngrit nga karriera kishtare, por nga vuajtja, qëndresa dhe falja. Në të, Vatikani nuk nderoi thjesht një prift shqiptar, nderoi gjithë kishën e përndjekur shqiptare. Kjo është arsyeja pse renditja e figurave katolike shqiptare nuk duhet parë si një listë e thatë titullsh. Ajo duhet lexuar si një hartë morale e kombit shqiptar. Në krye qëndron shenjtëria e mëshirës me Nën Terezën. Pas saj qëndron shenjtëria e flijimit me martirët dhe të lumët shqiptar. Dhe mbi këtë truall ngrihen kardinalet shqiptar, jo si princat e një hierarkie, por si dëshmitar të një kombi që në një nga epokat më të errëta të tij, nxori ende njerëz që nuk e shitën shpirtin. Deep thinking i vërtet këtu është ky: katolicizmi shqiptar nuk u bë i madh sepse kishte pushtet, u bë i madh sepse mbijetoi pa pushtet. Nuk u bë i madh sepse kontrollonte shtetin, u bë i madh sepse i rezistoi shtetit kur shteti donte ta zhdukte. Kjo është madhështia e figurave tona katolike. Nën Tereza i dha botës dashuri. Martirët i dhan kishës gjakun e tyre. Koliqi dhe Simoni i dhan historisë dëshminë se Shqipëria, edhe kur u zhyt në errësirën më të zezë, prap mund të nxjerrte dritë. Prandaj, po ta rendisim qartë në frymë kishtare dhe historike, tabloja shqiptare del kështu. Shenjtoria shqiptare më e madhe dhe e kanonizuar universalisht, Shën Nën Tereza. Të lumët dhe martirët shqiptar, 38 martirët shqiptar, si edhe Luiq Paliq e Gjon Gazulli në rrugën e njohjes zyrtare të martirizimit. Kardinalet shqiptar, Mikel Koliqi, kardinali i parë shqiptar, dhe Ernest Simoni, kardinali i vuajtjes dhe i qëndresës. Në fund, kjo histori nuk është vetëm histori e kishës. Është histori e Shqipërisë. Sepse një komb që ka nxjerrë Nën Terezën, martirët e komunizmit, Mikel Koliqin dhe Ernest Simonin, nuk është komb pa shtyllë morale. Është komb që ka ditur të prodhojë shenjtëri, flijim dhe dinjitet edhe kur gjithçka përreth kërkonte heshtje, frikë dhe nënshtrim. Dhe kjo është një nga madhështitë më të pastra që Shqipëria mund t'i paraqesë botës.